Brigena Stelmani së fundmi ka bërë një intervistë të veçantë Bleros, teksa ky i fundit nuk ka hezituar të këmbejë rolet me ish banoren e famshme dhe ta pyes në lidhje me marrëdhënien me Mateon. Brigena le të kuptojë se marrëdhënia e çiftit më të përfolur të momentit ka marrë fund. I bërë viral për shprehjen "po së desh familja se do nga skojshia", dëgjohet teksa i thot Brigena Bleros, ndërsa ai i tha: "Ka qenë bisedë mes meje dhe Metit në shtëpinë e famshme, por e përgëzoi atë që ka bërë montazhin sepse është shumë kreativ." I pyetur nga Brigena nëse ka menduar të shkruajë ndonjë libër, Blero u shpreh: "Mund ta bëj, por vetëm si autobiografik." Ndër disa pyetjet ishte edhe pyetja se si po e përjeton Blero karrierën e tij si menaxher. "E kam ndjekur gjithnjë futbollin, është dashuria ime, gjithnjë i kam ndihmuar të rinjve në muzikë, dhe tashmë po mendoj t'i ndihmoj edhe në sport." Ndërsa e pyetur për lindjen e djalit të tij, ai deklaroi këtë fjalë: "Vajza ime do të mbesë gjithnjë numri 1 në jetën time, sado fëmijë të kem. Djali është ende i vogël, por fëmia është fëmijë dhe është i shenjtë." Por në mes të intervistës, Blero i ka bërë një pyetje shumë të bukur Brigenës. "Një pyetje për ty, Brigena, ka marrë fund mes teje dhe Mateos?" Ishte pyetja që i bëri Blero, duke zbuluar se fancat e tij të shumt i kanë shkruar dhe i kanë kërkuar t'ia bëj këtë pyetje. "Çdo kujtim që kam krijuar deri më sot ka qenë i bukur. Do të kem gjithnjë respekt për Mateon dhe gjithçka që kemi bërë bashkë", deklaroi Brigena, duke vulosur kështu ndarjen përfundimisht nga Mateo Borri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.